Avokat, në fakt ka pasur lajme në median shqiptare që ndër të tjera është kërcënuar dhe Shqipëria nga Garda Revolucionare e Iranit, ku ka theksuar që edhe Meku, pra opozita që ndodhet në Shqipëri, mund tjetë edhe objektivi i sulmeve. Pra, a jemi ne të aftë që të përballojmë këto raketa iraniane, kur po shihet qartë që edhe Izraeli dhe Libani dhe po themi bazat ushtarake nuk po i përballojnë dot? Jo, ne nuk kemi vetëm zotit na ruaj, se ne s'kemi armatim antiraketor në Shqipëri. Me sa di unë, nëse është armatosur Shqipëria kohët e fundit, shpresoj, po do ta kishim marrë vesh. Pra, ne jemi tërësisht e ekspozuar. Ka çdo lloj sulmi raketor nga Irani ose kushdo qoftë. Se si vetëm Irani, kemi Serbinë lart, që pret momentin kur mund të dobësohemi neve që të godas. Të godasë Shqipëri, të godasë në Kosovë, pra jemi të rrezikuar. Kjo është e vërtetë. Por, ndërkohë, jemi të garantuar nga Amerika që nuk do na prek kush. Do t'ja lëm kohës. Shqipëria sa rrezikohet nga një luftë e mundshme, nëse zgjerohet si luftë, a kemi kushte dhe kapacitete ne që ta mbrojmë vendin tonë? Për armatimin që funksionon sot, ne jemi zbuluar. Po që unë kam shpresat vetëm tek mbrojtja amerikane, tek ombrella amerikane në Shqipëri, dhe asnjë shpresë tjetër nuk kam. Greku është gati në çdo kohë që të vijë dhe të marrë gjysmën e jugut Shqipërisë, domethënë nga shkumbini e poshtë. E do Greku atë. Serbi po do Kosovën dhe veriun e Shqipërisë, pra jemi në një situatë që kemi ngelur në mëshirë të mbrojtjes së amerikane. Ne u çarmatosëm, na çarmatosi udhëheqja politike shqiptare ose leadershipi politik shqiptar. Nga armët që i kishim marrë të shkëlqyera, do marrë vetëm një lloj arme. Tanket, që kishim 1100 tanke, le pastaj grukat e zjarrit artillerin, le pastaj avionët. Ne kishim MiG-21 zotëri, që është 2 Mach do të thotë 2200 km/h, supersonik, që të riquan për skrap. Nuk e di kush e bëri këtë, me çurdhër u bë. Cili që ai ideator, ideolog, ai politikan që urdhëroi që Shqipëria të çarmatosej. Tani ne kemi mbetur vetëm me karabina Simonove që kishim dikur, model 54 thashin ato, edhe automatiku, Kalashnikov, këta kemi, dhe këta prodhojmë. Se di që ku do vi situata. Se avokat, ushtria jo nuk i ka kapacitete për ta mbrojtur, qoftë edhe po themi me armatime që mund t'ia sjellë Shtetet Bashkuara të Amerikës? Atë se di. Se di a kemi edhe ushtar, a kemi ushtar ne të gatshëm për të luftuar? Ne 6.000 ushtar, 7.000 ushtar kemi. Por kemi një 11.000 policë. Dhe nuk di çfarë armatimi kanë sjell amerikanët gjatë këtyre viteve, me çfarë është furnizuar ushtria amerikane, ato janë sekret, unë nuk kam asnjë lloj mundësie që t'i mësoj dhe t'i di, por po e theksoj dhe një herë tjetër, ne mbështetemi vetëm tek mbrojtja amerikane. Pas sekundi tjetër. Nëse plas lufta, mendoni që Shqipëria coptohet, pra vendet tona për rreth? Lufta ka plasur, vetëm nëse zgjerohet, se lufta ka plasur, s'ka kthim mbrapa. Qofse ka plasur, qofse plas edhe, po themi, përfshihet dhe Shqipëria dhe vende të tjera në luftë. Neve, ose unë të paktën, kam besim absolut që Amerika nuk do na lërë as në dorë të grekëve, as në dorë të serbëve. Këtë se diskutoj fare. Tani, se çfarë do ndodhë, nuk e dim, do t'ja lëm kohës. Situata është shumë e rëndë, shumë shpërthyese. Armiqtë tanë kanë ngritur veshët,
patjetër që duan të përfitojnë nga rasti. Ka një shkop në kokë të tyre që nuk i lë të avancojnë dhe të bëjnë të ndërmarrin ato veprime luftarake, ushtarake që duan të marrin ata. Për këtë kam besim, por thash dhe një herë tjetër do t'ja lëm kohës. Është situata shumë e ngarkuar. Irani sulmoi sulmoi Arabinë Saudite. Në shumë pika e ka sulmuar. Tani vurin veshin, të marrin të hedhin syt në hartë. Dy vendet e prodhuesit më të mëdhenj të botës të naftës janë të dy në lutë me njëri tjetrin. Për pasojë, edhe furnizimi me naftë do ndërpritet, edhe prodhimi do ndërpritet, edhe transporti do ndërpritet. Kjo do sjell ngritjen e çmimeve në tregun e zi, kjo do sjell krizë, kjo do sjell shumë gjëra. Pra, lufta është botërore, nuk është më konvencionale diku në një vend apo në një vend tjetër, jo. Situata shumë e rëndë, shumë e rëndë. Avokat, nëse do ishim në kushte të mira ushtarake dhe mund hipotetikisht të kishte një luftë, po themi që mund të ishte përfshinte dhe vendet e Ballkanit, a do ishin kushtet që Shqipëria trojet që ja kanë marrë ti merrte prap? Jo, Shqipëria si merr dot pa ndihmë në një fuqi e madhore. Vetë shqiptarët jo, se bëjnë dot. Sepse duhet që të bëhet një Izrael Shqipëria në drejtim të teknologjisë ushtarake dhe të fuqisë ushtarake për të marrë trojet e rrëmbyera. Ne ato si kemi. Ne vazhdimisht ne na kanë katandisur që diskutojmë çfarë do ham nesër. Ne na kanë katandisur që nuk kanë bllokuar dhe kanë qeveritë shqiptare, establishmenti politik shqiptar ka vepruar tërësisht në funksion të interesave të armiqve tanë shekullor, grekëve dhe serbëve. Ndaj thash që e vetmja gjë që e vetmja pikë ku ne mbështetemi, unë mbështetem dhe kam besim është vetëm Amerika, askush tjetër. Avokat, nëse shpërthen lufta dhe përfshihet edhe Shqipëria, keni besim te komandanti i forcave tona të armatosura, presidenti i Republikës? Jo, zotëri, mos e thuaj më këtë. Një burr që është kryetar shteti dhe i serviloset një sharlatani si Edi Rama, por nuk ka këllë që ai të komandojë të bëj dhe të jetë general, ai ishte mjek, s'është para general një, se ka i djerë pare. Ai ishte mjek. Por shpresoj që ushtria të ketë kuadro të mirëfillt, të ketë kuadro të përgatitur, të specializuar, të stërvitur, që t'i dalin dhët vendit. E kam të shpresë. Nuk kam ndonjë të dhënë tjetër, thjesht shpresën, se ajo më ka mbetur, atë kam në dorë. A duhet që kryeministri Rama të kishte luajtur më mirë politikisht dhe të kishte aleanca më të forta me aleat fuqishëm dhe po themi me Shtetet Bashkuara të Amerikës, me Britaninë, me Francën, me Gjermaninë, dhe ndryshe nga deri tani që është folur në publik që më shumë raporte ka me Vučićin se sa me të tjerë, le të themi. Pikërisht, ka luajtur, ka raporte të shkëlqyera me Vučićin, kaq. Për interes të tij ka luajtur, për të zezës të Shqipërisë ka luajtur, për të zezës të atyre idiotëve që votojnë dhe mbajnë akoma në krye të qeverisë, të asaj partie, ai ka luajtur shumë bukur, po jo në interes të Shqipërisë. Për Shqipërinë ai është tërësisht armik. Është 100% armik, i bën të tëra veprimet në kundërshtim me interesat e popullit dhe të shtetit shqiptar dhe të kombit shqiptar. Ai është armik, zotëri, po fatmirësisht e ka ditët e numëruara. Pse i ka ditët e numëruara, avokat? Kush do merret me zotin Rama? Do merret. Shumë shpejt bile. Do merret. Do t'i vej ultimatumi atyre të quajturve deputet që ka në kuvend, do të thuhet, jepni dorëheqjen shpejt, largoni nga parlamenti, do mbetet vetëm, do prishet qeveria, do prishet ajo shumica që ka dhe detyrimisht do dorëzoj pushtetin.
Avokat ai zëvendësoi Belinda Ballukun për të mos lëshuar pushtetin. Përkundrazi, e lëshoi pushtetin që kur dorëzoi Belinda Balluku. Pra ju keni besim që do ketë një ndryshim në qeverisjen e Shqipërisë dhe do ikë zoti Rama nga pushteti. Me bekimin e kujt, avokat? Do iki Rama, do iki Berisha, do iki ky establishment politik dhe pushtetin Shqipëri e merr qeveria teknike. Qeveria teknike që do krijohet apo për Që çfarë? është krijuar. Është krijuar. Ju dini shumë mirë që është krijuar qeveria teknike. S'ka qeveri tjetër teknike me pjesëmarrës të këtij establishmenti politik, se këta janë të tërtar. Se përjashtohen, Janë total. do përjashtohen ata nga themi qeveria teknike? Absolutisht. Absolutisht. Asnjë nuk do marr pjesë në këta. Avokat, po nëse s'marrin pjesë dhe partitë e tjera, s'është më qeveri teknike, është qeveri e një partie. Tham dhe një herë tjetër, është krijuar qeveria teknike me bazë të gjërë nga gjithë trojët shqiptare, jo nga parti politike. Pse që ka thënë që të jenë patjetër pjesëtar të një partie politike, jo zotëri. Jo zotëri, nuk është ashtu. Kjo koncept është ngulitur nga komunistët shqiptar, nga leninistët, nga stalinistët, por nuk është kështu. Ti shkon deri sot ke shkuar, ke votuar për partinë, pa e ditur se çfarë do futet në atë thesi që quhet parti. Dhe del dhe të bëhen ministra nga rruga. Një ose nga lagja, merr një atje dhe futet bëhe ministër, jepi atë mandatin edhe bëhet deputet. Jo shoku. Nuk ka më kështu. Qeveria teknike është krijuar, kush ka sy në ballë dhe ta shoh. Avokat, cili ishte ai gabimi i zotit Rama që solli sipas jush edhe rënien e tij, nëse marrin për bazë opinionin tënd që ai ka rënë? S'ka gabime ai ka bërë krime, s'ka bërë gabime, jo shoku. Jo më gjithçka që ka bërë me vetdije, me urdhër të plot nga Beogradi ai. Nuk ai pra atë ai s'ka gabuar, ke dëgjuar ndonjëherë thotë kemi bërë gabime përkundrazi, ditë për ditë del edhe thotë kemi punuar shkëlqyeshëm, ka punuar jashtëzakonisht mirë Belinda Balluku dhe nga ana tjetër e shkarkon. E kemi të bëjmë, mos e diskutoni më, kemi të bëjmë me një charlatan, me njëri të pa karakter, të pa zisha të them, domethënë nuk ka ku shkoj më, nuk lahet, nuk ka lume det që e lanë Edi Ramën me krimet që i ka bërë këtij vendi. Avokat, shpjegohet që Mossadi, pra inteligjenca izraelite, ka shkuar deri aty sa dyshoj që mund të ketë rekrutuar, pra mund të ketë pasur spion edhe tek njerëzit më të afërt të Ali Khameneit, i cili u ekzekutua në mënyrë makabre, po themi 3 ditë, 4 ditë më përpara. Shiko, Izraeli, Mossadi është një nga spionazhet më të fortë në botë. Dhe kuptohet që në Iran ka pasur gjithmonë agentët e tij. Por mos harrojmë se në Iran veproi dhe si amerikane. Dhe Mossadi pa ndihmën e CIA-s amerikane nuk bën dot gjë. Kështu që patjetër që i ka sulmuar, studiuar, i ka ndjekur, i ka kontrolluar, i ka përgjuar, plus mjetet e përgjimit që kanë elektronik e tjera. Patjetër që Mossadi ka pasur informacion të plot se ku strehoi Ali Khamenei. Problemi nuk është vrasja e një Ali Khamenei, se iku një Ali Khamenei do vi një Ali Khamenei tjetër. Me Iranin nuk është çështje e një personi. Në Iran kemi një opozitë të fuqishme që mbështetet nga ish mbreti Riza Pahlavi, por kemi edhe Gardën Revolucionare që dikur ka qenë që mori pushtetin me dhunë para 4 dekadash dhe aktualisht janë pleksur shumë fenomenet, shumë faktorë. Zotëri, unë nuk e marr shumë të rëndësishëm faktin që u vra Ali Khamenei, se do vë një tjetër si ai.
janë ekzekutuar, janë vrarë dhe udhëheqës tjerë të shtetit amerikan, të cilët me njerë janë zëvendësuar dhe doktrina, se kjo është e rëndësishme. Doktrina që mbizotëron në Iran vazhdon me personat të tjerë, me personazhe të tjerë. Nuk goditet doktrina se vrave Khamenei apo vrave atë generalin që vran në Liban. Jo. Doktrina është doktrinë dhe duhet patjetër që popullit iranian të hapen rrugët, të jetë i lirë, të jetojë i lirë, të punojnë në vendin e tij, të rregullojë ekonominë e tij dhe jo të bëhet me luftë duke vrarë udhëheqësa, se nuk është zgjidhje vrasja e një udhëheqësi. Unë kështu e gjykoj, qofsha e gabuar, por nuk është zgjidhje. Do futet në lojë edhe Rusia, sepse dhe Rusia ka interesat e saj në Iran. Ndërkohë Irani po sulmon bazat ushtarake amerikane rreth e rrotull të shteteve që ka rreth e rrotull. Mirë po, edhe pse ato baza janë boshatisur, pra ka ikur personeli dhe janë marrë masat me kohë, se Amerika nuk lë që ta kapin me fasi, prap se prap pasojat janë të rënda. Mendohet që Irani, se Irani ka raketa balistike që arrijnë Shqipërinë, arrijnë Evropën, ka armatime të marra nga Kina dhe nga Rusia, dhe mendohet që edhe neve mund të na godasi, sepse ne kemi ata mujahidinët që janë ata aty në Manz, që nuk e dim çdo që na i bëri pesë këtu ata neve dhe pse duhet të vini këtu tek neve. Megjithatë, do presim të zhvillojnë ngjarjet. Problemi më i madh për mua sot tani aktualisht flasim është janë bazat ushtarake amerikane në Turqi. Pse them në Turqi? Turqia është një shtet i madh, të paktën gati sa Irani. Dhe që të ngrihen avionët AWACS, janë këta avionët me radar me vete që kanë atë kupolën, atë stacin mbi vete, të ngrihen nga bazat turke, Irani e konsideron sulm nga ana e Turqisë. Po filloi luftën me Turqinë, atëherë është më keq akoma, sepse ka një mbështetje të jashtëzakonshme ajo Turqia ka një mbështetje të jashtëzakonshme nga Amerika dhe detyrimisht është detyruar, sepse është antare NATO-s, është detyruar që të lejoj fluturimin e avionëve nga bazat ushtarake amerikane në Turqi. Kjo, natyrisht, sikur do e tham, do përplaset me interesat e Iranit dhe nga momenti në moment mund të futet në luftë dhe me njëri tjetrin. Pra, situata është shumë e rrezikshme, po jo pak e rrezikshme është edhe për Ballkanin, duke llogaritur armatimin që ka Irani, duke llogaritur distancën e raketave balistike që disponon Irani, që disponon dhe që ndoshta edhe do ta furnizojnë akoma më shumë rusët dhe kinezët. Pra, praktikisht po kalojmë në një ndërthurje të interesave të shumë vendeve, të interesave botërore. Jo pak më parë pash në lajme që avionët Tupolev 140 rus, që janë avion strategjik që mbashtin bomba bërthamore, kishin fluturuar mbi afër kufirit me Amerikën në Alaskë. Gjë që natyrisht është një provokim, natyrisht që është një kërcëllim armësh, dhe qoftë rusët, qoftë kinezët që t'i vëmë kokë bisedës, qoftë Irani, qoftë Amerika, Turqia, janë shtete që u pleksen interesat me njëri tjetrin dhe do ketë përhapje të konfliktit. Irani kishte sulmuar një bazë ushtarake amerikane ose angleze, mos gaboj, në Shqipëro,
Pra, goditi në një shtet antar të Bashkimit Evropian. Detyrimisht do përhapet konflikti. Ne kemi marrë një garanci që nuk do sulmohet Shqipëria, nuk do preket. Inshallah që ndorë në Turqia ajo garanci që kemi marrë. Se Nga kemi marrë këtë garanci, avokat? Tani të tërë dim dhe nuk është nevojë që ta them unë, Amerika nëpërmjet njerëzve të saj këtu na ka garantuar që nuk do preket Shqipëria. Këtë di unë.